LSDM akuzon qeverinë për dështim në garantimin e ujit të pijshëm e të sigurtë, duke përmendur rastet në Gostivar, Vallandov, Leshkë dhe Krushevë. Simona Cvetanovski nga LSDM kërkoi publikimin e analizave të ujit, hetim për institucionet kompetente dhe përgjegjësi, si dhe dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë dhe drejtuesve të Institutit të Shëndetit Publik dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. За само неколку денови имаме 4 града со загадена вода за пиење. Ова е најдраматичен доказ за целосниот системски распад на здравството. Институциите кои што се под власта на Мицкоски и неговата организирана криминална група. Прашањето е колку градови уште пијат неисправна вода. Nga ana tjetër, VMRO DPMN akuzon LSDM në BDI dhe Arben Taravarin se po heshin pas rastit të ujit të kontaminuar në Gostivar, duke mbrojtur, siç thon, kandidatin e tyre Valbon Limanin. Deputeti Brane Petrushevski theksoi se institucionet qeveritare reaguan shpejt për zgjidhjen e problemit dhe se kjo dëshmon mungesë kapacitetit të pushtetit lokal për menaxhimin e situatës. Ниту осуда, ниту барање за одговорност, ниту повик за оставка од нивниот кандидат Валбон Лимани, кој јавно изјави дека не чувствува никаква морална одговорност. СДС, ДУИ и Таравари молчат затоа што Валбон Лимани е нивен кандидат и го штитат преку нивните обвинители и судии. Nga vlen vlerësojnë se ndotja e ujit në Gostivar është rezultati i neglizhencës dhe keqmenaxhimit ndër vite, duke ngritur dyshime për mënyrën e shpenzimit të fondeve për rikonstruktimin e ujësjellësit gjatë qeverisjes së kaluar. Deputeti Bekim Qoku tha se kjo është një pasojë që nuk duhet të kalojë pa u zbardhur plotësisht rrethanat dhe pa u mbajtur përgjegjësi nga fajtorët. Faktet e bëra publike deri më tani flasin për të njëjtën mundësi korruptive që ka shoqëruar qeverisjen e BDI-s. Fondet për infrastrukturë nuk kanë përfunduar kur aty ku duhej, ashtu si në rastet e kanalizimit në Zajaz, edhe në Gostivar ngrihet pikpyetja serioze për mjetet e destinuara për rikonstruimin e ujësjellësit. Fondet për këtë qëllim, në kohën e ish-kryetarit të komunës Arben Taravari, kanë përfunduar në drejtim të panjohur. Ditë më parë, kryetari i Gostivarit, Valbon Limani, që vjen nga SHA e Taravarit, kërkoi që rasti të mos keqpërdoret për tema politike, ndërsa ka theksuar se prioriteti i tij mbetet shëndeti i qytetarëve dhe që gostivarasit sa më shpejt të kenë ujë të pijshëm.